Personat me aftësi të kufizuar, specifikisht personat e verbër, po e kanë të vështirë qasje në rrugët e Podujevës, pasi shiritat të dedikuar për këtë kategori janë të bllokuar nga shtyllat elektrike, tabelat e komunikacionit dhe dronjve. Situata e njëjtë në këtë komunë qëndron edhe me shtegun e biçikletave. Nga shoqata e të verbërve të Kosovës thanë se akoma ekziston frika që një person i verbër të lëviz vetëm për shkak të infrastrukturës së dobët nëpër rrugë. Staza taktile shkon direkt edhe bllokohet te shtylla për ndriçim që është. Që mundet i verbti ku gjatë ecjes edhe me pas edhe me psu me ndonjë lëndim, që ai mendon që e ka janë staza taktile edhe ec lirshëm edhe mundet me hasën vështirësi. Akoma ekziston një frikë që i verbti nuk e merr, nuk e gjykon për me dalë vetën me që kemi raste shumë tralla, sepse kemi infrastrukturën akoma larg nivelit që dëshirojmë. Asambleisti i Lidhjes Demokratike të Kosovës në komunën e Podujevës, Besim Latifi, tha se punimet janë kryer pa asnjë kritere standard. Sipas tij, kjo është përgjegjësi e komunës. Kjo është rruga Xhemal Mustafa, në cënë janë investuar rreth 1.5 milion euro, mirë po është punuar pa asnjë kriter, pa asnjë standard, siç e shihni edhe shiriti për personat verbër, edhe shiriti për bicikleta është i vendosur ku ka shtylla elektrike, njësore elektrike të cilët e pengojnë qarkullimin e personat verbër edhe bicikletësve. Lidhur me këtë çështje, nga komuna e Podujevës treguan se sa u përket dronjve, nuk i kanë hequr për qëllime të ruajtjes së mjedisit dhe gjelbërimit, ndërsa për shtyllat elektrike e tha se kanë kërkuar nga Keci për dislokimin e tyre dhe vendosjen e kabllove nëntoksore. Sa i përket shtyllave elektrike në këtë rrugë, komuna e Podujevës i ka bërë kërkesë Kecit për dislokimin e shtyllave dhe vendosjen e kabllove elektrike në tokë para se të fillonin punimet aty. Për shkak të afatit të kontratës për realizimin e këtij projekti, komuna është detyruar të realizojë punimet. Nga Kec thanë se nuk është përgjegjësi e tyre zhvendosja e shtyllave elektrike, pasi sipas tyre shtyllat nuk kanë qenë pengesë për infrastrukturën rrugore deri në momentin kur është krijuar shiriti taktil dhe shtegu i biçikletave nga komuna. Kec nuk ka përgatitur ende zgjidhje teknike për këtë çështje, pasi komuna e Podujevës nuk ka ndjekur akoma procedurat e Kecit për zhvendosjen e shtyllave. Kec nuk është përgjegjës për zhvendosjen e shtyllave, pasi që para krijimit të shiritit për personat me aftësi të kufizuara ose shiritit për biçikleta, këto shtylla nuk kanë qenë pengesë. Më pas, komuna e Podujevës ka krijuar këto shirita dhe nuk ka dislokuar shtyllat.